që të ketë mundësi workshopesh, trajnimesh, botimesh, krijime inventaresh të mjeshtrave të lahutës dhe të dukurive që lidhen me lahutën, pra me dokumentimin e eposit dhe jo thjesht ati legjendar, po dhe historik, dhe shumë hapa të tjera, të cilat do të bëjnë që situata të ndryshojë rrënjësisht. Dhe kjo ishte një gjë shumë pozitive, krahas faktit që dua ta theksoj, me që dëgjuesin e kemi kryesisht në Kosovë, që në momentin që Kosova do të antarësohet në UNESCO, ky kandidim i Shqipërisë për lahutën dhe për dukurinë e interpretimit në lahut dhe të prodhimit të lahutës do t'i shërbej jashtëzakonisht shumë Kosovës, pasi nuk do të ketë nevojë që të ketë arsyetime plus për sa i përket faktit kur të regjistrojë dukurinë e lahutës dhe të trashëgimisë së lahutës në Kosovë. Pra në lloj kuptimi ne kemi bërë gjysmën e rrugës edhe për Kosovën me këtë kandidim. Tani t'ju pyes se kur